Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestar. Sot do të përgatisim një recetë të vjetër tradicionale, lakra me mish. Së pari, në një tenxhere të parangruhur hedhim gjalpin dhe shkrim. Pasi gjalpi të ketë shkrir, hedhim një qep të cilën e kemi grirë më parë. Pasi qepa është zbutur, shtojmë mishin gjithashtu në tenxhere. Siç po shihet në video, tani edhe gjithmonë unë përdor mish me kocka dhe pak dhjam për lakra, sepse gjatë zierjes kocka jep shije natyrale, ndërsa dhjami e bën gjellën më të butë dhe më të shijshme. Për erëzat do të na duhet piper i kuq, veget, krip dhe gjithashtu piper të zi. Për një shije të shtuar dhe më të mirë, përdorim salcë të kuqe dhe salcë domatesh. I përzijem dhe i lëmë kështu të qëndrojmë për 1 deri 2 minuta që mishi dhe erëzat të bëhen bashkë. Mishin dhe erëzat i kemi gati, tani fillojmë shtojmë gjysmën e lakrës në fillim. Gjysma e lakrës është zotur, shtojmë dhe pjesën tjetër të mbetur. Siç e ceka dhe në fillim, lakrën e kemi pas në ngrirje dhe një natë para e kemi nxjerrë nga frigoriferi. Do të thotë që lakra ka shumë ujë dhe kur gatuhet lëshon ujin e vet dhe e bie në vëllim. Pra nuk do të na duhet ujë deri në fund, por krejt në fund do t'ja shtojmë pak, kështu që ndiqni videon. Pasi lakra e ka shterur ujin, i shtojmë edhe pak ujë, e përzijem dhe e lëmë që të zihet për diku rreth 30 deri në 40 minuta, por gjithmonë duke e kontrolluar. Kjo gota këtu është gote 400 ml dhe unë kam mbushur plot me ujë, kështu që ja kam hedhur vetëm gjysmën e ujit, aq ka mjaftuar, diku tek 250 ml. Dhe gjellën e kemi gati, lakra është e butë, mishi ka marrë shije dhe aroma është mrekullueshme. Shpresoj t'ju pëlqej edhe kjo video nga unë, deri herën tjetër, ju përqafoj shumë dhe mirupafshim.